Të nderuar krerë të Vlenit, të dashur antar të shtabit qendror, të nderuar aktivist të Vlenit, betejat e mëdha nisin nga sheshi, mu ashtu si ne sonte nisëm në këtë shesh të bukur të qytetit ton të lasht, të Shkupit Dardan. Dhe ky është fillimi i hapjes së shtabit qendror dhe që do të pasojë dhe do të vazhdoj me hapjen e shtabeve tjera në çdo qytet, në çdo lagje, në çdo muhall dhe në çdo shtëpi ku ka zemra që rrahin për ndryshim dhe për prosperitet të shqiptarëve në këtë shtet. Të nderuar qytetar, ju e dini mirë se zgjedhjet që na presin janë zgjedhje për pushtet lokal. Oponentët tanë po mundohen që këto zgjedhje t'i shndrojnë me karakter tjetër. Ata po friksohen nga ndëshkimi i keq qeverisjes dhe dështimi total me komunat që kanë bërë dhe që kanë patur në të kaluar. Ata nuk kërkojnë më besim për të qeverisur, por për të mbijetuar politikisht, jo për të ndërtuar vendbanimet tona, por për të shpëtuar veten nga drejtësia dhe gjykimi i popullit. Ne jemi unik dhe jemi me lista të përbashkëta, me kandidat të përbashkët dhe me qëllime të përbashkëta. Ata andej po i ndryshojnë gjirat dhe ju e dini se kur ndryshohen gjirat shpesh dhe kush i ndryshon. Padyshim, ato janë tutësit që po e ndinë erën e humbjes që në fillim. Dhe nga gjirat kuqezi, ato në një kohë u shndruan në agent të gjelbërt. Nga front evropian, tash po shndrohen në front kombëtar. Dhe nga ngjirat lara, ato po shndrohen në fronti non grata dhe fronti i listave të zeza. Ndaj përgjigja jonë duhet të jetë e fortë dhe e prerë, jo politikanëve të zhitur në korupcion, jo politikanëve dhe partive të listave të zeza, jo figurave që kanë kthyer komunat në biznes privat. Beteja jonë nuk duhet të jetë vetëm institucionale, por edhe mediatike dhe morale. Mos prisni që opozita që shpif e të mashtroj për ne, e më pas ne të dalim e t'i demantojmë. Juftoj që çdo ditë t'u kujtoni atyre dhe të gjithë shqiptarëve çfarë kanë bërë ato për 22 vite të kaluara, në fakt çka s'kanë bërë për 22 vite. Dhe më pas t'u kujtoni se çfarë ka bërë Vleni vetëm për një vit e që i elaboroi zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Kur këto krahasime të bëhen qartë, qytetarët vetë do të kuptojnë pse ata nuk meritojnë më as edhe një komunë, as edhe një komunë të vetme. Duhet të bisedojmë me çdo qytetar dhe t'i tregojmë se ndryshimi ja vlen. Se ashtu si që Vleni ju aktheu qeverinë qytetarëve, po ashtu do t'u akthej edhe komunat qytetarëve. Nga ky moment tashmë është e qartë për të gjithë. Çdo gjë që thonë ata është gënjeshtër, është bërë më së e ditur se Vleni është bashkëhisetar i kësaj qeverie. Punësimet e shqiptarëve po ndodhin si asnjëherë më parë. 2600 punësime dhe 800 avancime të shqiptarëve në për institucione. Ndaj sot, kërkojnë nga çdo aktivist dhe çdo qytetar, angazhohuni maksimum për këto zgjedhje, sepse përveç fitores, këto zgjedhje do të tregojnë edhe një mesazh të qartë të fitores ton dhe se Vleni është projekt afatgjat i shqiptarëve të Maqedonisë. Të nderuar miq, kjo është koha t'ua japim goditjen e merituar mbetjes së regjimit të vjetër.
jo për inat, por për drejtësi, jo për hakmarrje, por për të ardhmen e fëmijëve tanë, për një shoqëri më të pastër, më të ndershme dhe më dinjitoze. Të dashur aktivist, mos haroni nga ky shtap, nga ky shesh, e deri në çdo qytet, çdo lagje, të ecim bashk, fuqishëm e me guxim deri në fitore, sepse i avlen. Në fund, më lejoni të prezantoj ekipin e shtabit qendror, e prorët, ushtarët e parë të kësaj fushbeteje, që do të na udhëheqin me përgjegjësi dhe përkushtim betejën tonë të përbashkët. Shtabi qendror i Vlenit përbohet nga 200 antar, nga 11 sektor dhe me theks të veçantë mund t'i përmend edhe forumin rinor që është pjesë e pandashme e shtabit, forumin e gruas, dhe ne po ngrejmë edhe një shtab të veçantë për organizimin e mërgatës, që me lejoni që nga ky podium t'i përshëndes me një përshëndetje të veçantë, se ne po punojmë që ju jo vetëm të vini të votoni këtu, po të ktheheni këtu, të investoni këtu dhe të ardhmen tuaj ta gëzoni këtu. Thënia e njohur shqiptare është se trimi i mirë është me shok shumë. Andaj nuk kam mundësi që gjithë këta 200 antar të shtabit i përmendi një nga një, por më lejoni që antarët e kryesisë së shtabit të i përshëndes me emër të veçantë. Nënkryetari i shtabit Bekim Qoku, Granit Osmani dhe Amir Elezi dhe sekretari i shtabit Bashkim Bakiu. Na prift e mbara fitore dhe urime për hapjen e zirës së shtabit qendror. Ju falenderoj.